Problemin më të madh e kem ndërsa edhe doki e ka problemin me antibiotik. Kur duhet me përshkru antibiotik. Edhe janë ato hezitimet, edhe tash kohëve të fundit duhet me qenë shumë më objektiv. Edhe me qitë ndavolim analizat biokimike. Edhe unë që ashtu për veti veproj, se duhet me atregu që këtu kemi edhe një infekcion. Ndërsa na edhe infekcionin e shohim me sy. Nuk na duhet ndaj pasqyr apo diçka tjetër. Edhe duhet me i bind që duhet mu marrë antibiotiku. Edhe duhet me thonë gjithë që përdorni për shkak që duhet mu mjeku edhe pa antibiotik nuk kalon. Nuk kalon. Se kemi dy ekstreme, është ajo ekstremi që unë për shkak edhe me fëmijës tam nuk jap antibiotik edhe janë ata tjerë që abuzojnë që në rast kur nuk ka nevojë, atëherë japin antibiotik.